Shumë këngë, shumë hite. Sot zani I ti dëgjohet çdo skaj të botës. Djali mundet me qenë shumë modest, por është Yll Limani dhe kjo është e vërtet. Vjen nga një familje me pasion të madh për artin, I rritur në Prishtinë, Ylli ka muzikën në gjak. Babai I tij, Mufail Limani, ishte antar I grupit muzikor Minatori. Dhe kjo traditë artistike ndikoi që ai të filloi të krijojë dhe performoi që në rini. I rritur në një ambient artistik, Ylli u njoh herët me instrumentet muzikore, madje duke mësuar të luajë në to. Kjo bazë e fortë ndikoi drejt për drejt formimin e stilit të tij si autor dhe interpretues. Shumë e poshtërje. Rreth 10 vite më parë, ai publikoi albumin e tij të parë, I vetmi që nevojitet, dhe pak ditë më parë solli albumin Therëm sot, ose nesër, ose le krejt. Pse më rëbëja ndalë mikrofonin? Pse më rëbëja ndalë mikrofonin? Dhe qëfar komentet mira kam për mi kështë të nëkuan? Gjithsej albumi I ka 16 këngë. Duke vazhduar kështu rrugtimin e tij artistik dhe tu e zgjeru repertorin muzikës. Sot Yll Limani është një nga artistët më të njohur dhe më aktiv të muzikës shqiptare, me një prani të vazhdueshme në skenë dhe në platformat digjitale kudo në vend dhe jashtë tij. Bravo. Kthem, t'lutem, kthem. Ku po kthejem? Herat është për këtë kongë. Tash unë jashtë tekstit që e lexova, për një me ishim të e fol para se me në studio, unë sot e kam Ylli që shkëlqen në çdo skenë, tash e Sovjet dhe mban standardin e njëjtë për herë, dhe që neve na ka bërë gjithëve të gjitha moshave me nxime I prit këngë e Yll Limanit. Kënaqësi me pas në studio. Kënaqësi që jam këtu për ballë teje. Edita, faleminderit për ftesën, faleminderit për një prezantim tepër mu kënaq ego, kështu shumë dinitos, që e muzika dramatike. Një disclaimer në fillim, I kam një 2-3 orë gjëm. Jam dyqysh si në përajrë, kështu që edhe nëse fuli pa lidhje ose cool na, s'ka lidhje, mos ma nxeni për të molla. Ylli ka qenë ram zonë, edhe une kisha me pikpytja, ka me mbri marë, por ja, prap, djali punëtor, doli në mëngjes. Para 2020-ës, kom pas shumë problem me gjumin, besha me flajt edhe normalisht, si çdo njeri tjetër normal, ato menimet në krye, hesha në telefon e rresha, bëjsha vërë. Tani, diçka ndodhi në 2020-ën e kënej që veç I thëm vetit, që ka dë që I të ishti vetit ciklet ose në keq që tash, së më nësh me zgjidh në 5 mëngjes, më sheli syt. Flaj, kur qosh, përballësh me demonat të nkryti. Tregom cila është kënga ma personale jotja në këto 16 këngë. Qysh më përgjigj. Kur shkruj, nuk ka ndaj recete, shkruj pe jetës tam, shkruj çka shoh, shkruj çka ni. Kështu që edhe nëse nuk është krejt kënga, çdo rresht, çdo linjë, çdo melodi qatë shumë personale, nuk mundet mësë me kanë të paktën gjysma. Kështu që krejt në secilën prej tyne është një copë e shpirtit tam, e jetës tam, e kështu me radhë. Po nisë në somë të shtera fundit që Atë isha duke thënë. S'po marrë kur gjo pilotet e krejt shka me dhe Se mo nuk jam të mujt, me najt veç ka me vujt Bol ka duru kjo zemra e jeme Jam ka du mu shduk edhe vetën me arru E qka kena mujt me kon mas më më shka të rua Zemra mo nuk ti, e ti nështë ta gjenë ma mirë Unë pa të thëm lam të mirë Sejmë me mujtje Me di që nalët bota për mu tash E djeli mo nuk linde krej shkëm rapsh Me di që në këtë bot je vetëm ti Unë mo nuk nuk ri Me nove që duroj e fundis vjen Me nove nuk I qeli syt na jet A ke qajt më rëdjallë do njerë të këndu në një këngë? Hera e parë dhe vetme që kom mujt m'ja nis me kajt, u ka në koncertin të dhjetorit në mësër, kër e kom thirë babën në skin. Okej. Si të ty shush mund të ke
Ojolla, e di që ne Indroj, kemi qenë në koncert dhe me nxje kemi prit me dale edhe në YouTube koncertit, i kom nisat ditë video. Të gjithë e kemi pas një moment shumë emocional Se atë di kur ka dalë babi. dul babi në skenë edhe dyshysh baba është autoritativ, është autoriteti më i ndalë në shtëpi në jetën e djalit. Edhe nuk e di, po çfarë kishin përmbledh kështu emocionet, më duke më i vogël se unë kështu më duke. Kështu që për pak ja kom nisë me kajt, jo rrik patetizmat shtë, veç që më këthy për mas më bo jo më përbi edhe kom vazhdu me këni. Grupi jëtë punon shumë, sa është grupi jëtë, sa veta janë për rreth yllit edhe me qka miret gjithaj grup? Shumë mirë që ma bu në këtë pyetje se te publiku, te masa mundët me ardhë, vjen veç ylli edhe gjithë shka e ka emrin tem, po pa bonartin, që është në krye të hierarkis, kështu menaxheri, vllau, shoku jam i ngushtë tash sa vjet, pa 360, pa Enin, Artiolen, Drilonin, Antonin, Rinor, krejt, Yll, të gjithë miren me qa? Një ushtri e madhe e njerëzve që të gjithë luftojnë për të njëjtin qëllim. Me çka miren me yllin? Bonarti është në përgjithësi, po të tjerë? Unë jam Bonarti, labeli Bonartit, e ka emrin çsa cash për tingëllën labeli i Bonart, disish më duket shumë më i lartë. 360 Music është label muzikor, CEO është Bonarti, unë jam njëri prej artistave që është i nënshkruar në atë label, edhe përveç se merren me menaxhment të artistave, merren edhe me distribuim të projekteve në YouTube, Spotify, në gjitha platformat. Për shkrimin e punës se cilët nuk e di, po për shembull, që të marrim rastin e albumit. Është një grup i madh i njerëzve që ulëm në zyre edhe në zyre 360 edhe thojna, okej, çfarë ngjyre ka kjo album? Çfarë unë tash i shosanet me ngjyra, Bonarti si sheh, Eni i sheh, Driloni si sheh, Artiola i sheh, edhe unë tham, nëse albumi i kalum tjetër më ka doki kaltërt, edhe jena dëshysh të e përdor këgjat kuqen për çto koncertet live që na të i majt, qa është shkrirja e dy ngjyrave, është vjollës. Mu prej fillimit të punimit të këtij albumi, mu gjithë më ka doki vjollës. Ma nej, krijimi i kontentit online, do më thonë, unë edhe pse jam shumë spontan, edhe pse fotografit nuk është që i bojna me kalkulime ose TikTokat e sene, është një farë hierarkie që do të mu respektu edhe me ju përshtatë edhe me ju nënshtru dashte, kur del një TikTok, kur del një fotografi në Instagram, cilat fotografi dalë në Instagram, cilat fotografi je ma vetvetjan, cilat ke pozu pak ma fake. Sa veta vendosin për fotot e tua, apo ka dhe spontane? Është një grupi ma interesant, që të është grupi PR, do me thonë, që është të ja këna lanë emnin, edhe atë grup jena 6 veta, 7 veta, s'po disa, edhe tash ata njerëzit, do njerëz kanë shije pak ma shumë sa më shamu për një departament specifik, edhe yll që na ketë fotografit që a i ke bo javën e fundit, unë nështë ta i kom bo vesh 3. Myself e kom bo, e kom fotografu macën nëse mesën nëse diçka, edhe qaq. Po yll hajde që na ketë fotografit, unë e bëj linkën tam, e bën Antoni që është 24 orë me mu, linkën e vetë me fotografi, e bën fotografi që kanë me mu me një whatever, edhe njerëzit ullën, zgjedhen, thojnë, okej, në dampin e radhës me dalë qito, me kanë pak ma shumë që kënë... Do më është, nuk është gjithçka e menume dhe kalkulume deri në falsitet, po kur je ftyrë publike dhe kur njerëzit presin prej teje çka po poston, çka po çat, ti shush po dosh më jap kontent të mirë që me i mbajt engaged në një botë ku kontenti u bo. Unë e kisha dashur me ditë ylli në fund të krejt kësaj del albumi. Ti çfarë mesazhi do më përcjell te publiku si yll? Çush kishe dashur publiku me të përmend gjithmonë, me thonë, po se ylli e ka këtë, për qa? Cili është mesazhi që gjithmonë provon me përqu? Paka shumë e thojnë, se disa e kom rri, se disa e kom paramenu ma herët, po mirë këna në qajt jallë. Po mirë këna në qajt jallë. Edhe që të tiste i ka, aden kom thojnë të mberat vesh, si da fjallë. Ku pe bank të rongë, thute, na keni qaj na kontë. Unë jam i përmbushën qatë departament, dhe më thonë nuk është që kam najfar mungeset dashnis njerëzve së të publikut. Qka kam qef me një e thojnë, kështë që... Albumi, cilën këngë
ta merr mendja se mas shumë ti të e dasht, ose cila ka qenë më e klikumja? So far është dikën shumë ka bo, mu personalisht si krijese pa sigurt, si çdo artist tjetër, mi ka kalu prishmërit. Okej. Këtë në 360 janë, po u ditë më rrë, e kena ditë, sa albumi shumë i mirë, apo Kube e keni ditë. Albumi është amazing, albumi është shqyr edhe na në radio kemi do këngë të reja, mil shumë. Të dua. Ditë e natë po prin këtham. Pas naru. Mu po pëlqen kjo shumë. Edhe në vetur po ndëgjohet shumë mirë. Qajo kom të më nuse di. Po pëlqejen krejt edhe pidojnë krejt ashtë të di. Ma vunë dhe qysh mujna me vendos. Ndoni mesazh që e ka lidh historinë direkt me ndonjë këngë, ai lexon krejt mesazhe rrjetet sociale. Po, edhe ka shumë për ty në që më preken. Qëra, ka njëre e marrë të mirëqenë dashtinë e publikët, edhe ka njëre për shak që ki qashtë shumë mesazhe, ka ditë ku je maj djetë edhe maj poster edhe thu, a den hini lexon edhe i ka përcen, si kur gjesh, po ato ditë është vesh një, në 2 vjetë, sepse shumicën e kohës mën është me i njëru referatat që të qojnë, a vëden, jem ka në te për keq, që një qik për shambull një gru, ma kish kru, ma kish bo, shumë miri ta o zamën e që ki qite këtë album se më qove në kam. Sa mirë. Ja u kthej, edhe dëshysh që ditën, ka nërë edhe që javë këthej mesazhin, se ku me di qysh të projektojnë si e njerit, unë jem njeri, kam Instagram. Më nona me kanë sa ma afer njerëzve që më dojnë, edhe jam shumë falenderues dhe vlerësues. Për një me dush me qenë edhe ne falenderues për muzikën e mirë, jo për këtë klishen me të falenderu, po me të vërtet muzika që e sjell e shkund se cili njeri, edhe neve na duhet kjo refreshi. Yes. Sidomos në këtë kohë që jo të gjithë po bëjnë muzikë të mirë, edhe përmbajnë standard. Tash apo hym në zonën e nxehtë apo jo? Po të se vendosni regjia. A bën me nalshu, kisha dashur me të fal. Vendosni regjia. Po ulemi. Kthehesh edhe kërkon falje sot. Spedi a jeti. Ajo mull mirë qështu. Kur krit bota ta kthej shpinën, thësha tavolina cilën sot para me jeti. Kisha dasht me t'fal, sa shumë kisha dasht me t'fal, po s'kelon ben, ti s'kelon ben. Qysh me t'fal? Kur? Kisha dasht O sa e mirë konga. sa shumë kisha dasht me t'fal. Kanë ke dasht me Kjo është bish për situatat ku dikush ka pu keq ose gabim edhe kthejen. Edhe ti kishe pas shef me falë, vë diqysh s'ka me të kërgjë. Më nësh me interpretu në aspekt dashnis, më nësh me interpretu në aspekt shoqnis, në aspekt familjar. A ka emër të ky person? Emra, ka. Ka emra. Situatat ndryshme kështu në 2 vjetëve të fundet. Këngën e kena bo si shumicën e albumit, më stëm krejt albumin me Tënikën edhe Denken edhe Fationin, kështu që për që të këngë të tërkoshë ma meritor se one. Kush? Krijuesit e këngës. Okay. Sidomos teksti që pjesë u kanë që që kërë refren që të dërë, edhe ta në ne i komi felet atë që është dimine për strafan. Kurin që zonë këngë, natën a ditën? Jo, ditën. One, do më thonë, unë përnoj jam shumë ma izolume dhe në aspektin e bashkëpuntuve muzikor që e kam. Në këto vjetë e fundet, më stëm mi kom pas veç 2 adresa, do në Fationin edhe Pandën, Tënikën, Denken. Unë kam qef me shku në studion 1 ditës, edhe me kry punë në ora 10 e gjys me kanë jashtë. Nuk jam, në fillim jam kanë ashtu kom besu gjithë se që ato e nin, që ato legjenda e nin që natën do të me shku në studio, këta me dhejnë sabat të pënu e. Dëshyshe 50 vjetë se kam qatë fa ritualit, nata është natë. A interesant, se shumica këngëtarëve më duket inqizoj natën. Ja, në qona shumë herët në ditë kur s'kam kështu, nëse jam i dërmum prej koncerteve dhe prej rrugve, edhe
8-9 që unë ha e kry fitnessin, unë tani që me bo, dhe në mramja, s'kam pun tjetër. Bloku I pyetjeve, nuk I kam lexu pyetjet. Për herë të parë po I shoh tash, janë sfiduese, kërkojnë përgjigje të shpejta. Ja, se di, për përgjigje të shpejta. Mos më gotë. Cila është gënjeshtra më e madhe që publiku beson ty, kështu po më duket shumë drejt. Nuk më pëlqen kjo ambient. A ju për ekran, ju I keni ato, unë jam radio. Cila është gënjeshtra më e madhe që publiku beson për ty? S'kisha me thonë gënjeshtra, po është një përshtypje që shumë vuj. Dhe jam person I vujt shumë as jam. Vesh kur krijoj hinë qatë farë frekuencë kryesisht, po kështu jam një krijes tepër normale e qetë I buzëqeshëm dhe pozitive gjatë ditës. Kështu që shumë vunë, nuk është bash e vërtet. Nuk vunë. Kam det javë, muj, situata që janë të pakëndshme, që më dhajem, që whatever. Ku herë jam I mirë, herë jam I keqi, po s'është jem person për vujtja. Për terapi. Po. Cila kritik të ka godit ma fort dhe pse kur ndoshta se ki pranu? Kritikat, po s'jam shumë I kritikum, po ka njëherë kur lexoj në koment për shembull, kit këngë njëjtë. A den unë s'më më dal për kurës, do të thonë ç't zoë kam ç't gjyrzonit, ç't zhamër. Kështu që s'është as kritik veç na kush çatoj hajt. A ke menduar ndonjëherë se suksesi yt ka afat? A që kryet ditë ta, çdo ditë. Veç tam çollon njerëz në ditë dhe thonë, "Ja, s'vyn kë." Publiku të do më shumë për zërin apo për historitë që tregojnë këngët e tua? Mendoj që është e ndërtuar ndër vite për të dyja, domethënë lidhen edhe ju dukna sikur një shok I mirë që I kupton edhe I thot sanë për ta që ata tutën mi thonë ose mi pranu se Kja shumë e vërtet. Sa fort të përgjigja. Shumë, kjo ke me shkru si të Skënder shkruje. A të ka ndryshu suksesi si person? Nëse po, në çfarë mënyre? Ma të bën ma të izolum. Të bën ma të vëmendshëm për njerëz, për situata. Është ai sikleti, kam pa afran, qysh pa afran, sa pa afran, po mundona me kanë shumë I gjan edhe shumë pranus edhe me mos me jetu me qatë paragjykim për njerëz për rreth. Shumë përgjigjet e mirë, ma e vështirë me unë gjitë në maje edhe apo me qëndru aty? Është me qëndru. Se kur ngjitesh dyqysh ngjitesh pak edhe se den rrugës që ai efort tu. Tash kjo me mbajt është. Mrive, po me mbajt është gjithë ai prishmëritën çati vesh kushtran, edhe dosh ka pak me plotsu se son shashtrisësh, son tranohesh. Këngët e Limanit, ma shumë përvoja personale apo histori të huazume? Është gënjeshtër kush do që thotë që mundet me shkru për historive dikuj tjetër nëse ka pak një aspekt nuk e ki përjetu në lkurën tane, kështu që normal që buron pej meje. A është ylli I njëjtë në jetën e vetë si kur ylli në këngë? Jo më në jetën roli jam ma pis. Cila ndjenjë të frymëzon ma shumë, dhimbja apo lumturia? Të frymëzoj. Arti I bukur del kur të dham diçka, se që ato I reflekton. Kur je happy, dyshysh vish jeton, a din shkan. Menoj që do të më bu një farë balansi mes të dyjave, në sensin që kur dham, reflekton shkruan, kur je I lumtën, bën këngë ma allegro, ma tunk, s'kemi pa ma kërsyt, po do të një balans mes dyjave, se nëse shkruan vesh kur dham djegësh, nëse kur shkruan vesh kur je I lumtën, kur s'hen thell, kur s'prek thell edhe kur nuk lidhesh thell me njerëz. Kështu që mundohem të kem një balans mes të dyjave. Amazing jemi përgjigje. Pasha zotin, kërkush të më beson që as se di pyte që ke pasu me më bo. Sigurisht që si din. Ua, fakulteti. A ka ndonjë këngë që publiku e do shumë, por ti nuk e ndjen ma? Ti nuk e ndjen ma, po. Për shembull kur e kënoj najher, nuk dyqysh ma shumë prek që ketë tjertë po prekan. Se dyqysh e kom ka përcy, është njana prej këngëve të mia të para që e kom shku kur I kom pas 17 vjetë dhe kom menu që kur dritë me sy mos kom e pa dhe para për shembull. E tash kur e kënoj, dyqysh e du mas shumë të prej këngëve të mia, po
ma shumë e kënej për njerëz. Unë nuk e përjetoj ma njëjtë, s'po di ç'më thon. Që s'm pëlqen e du, çdo këngë që e bëjmë pëlqen se e kam bu. Mi kujtove vajzat në TikTok që ishin nisë albumi yt, pak orë i duhen me u bon TikTok virale me interpretime vajzat. O me shpirt i këndoni. O mas shumë tim ka pëlqyer se e kishin trajtu sikur ngjarje kështu se i kishin mbledh baklava, Coca-Cola, pije dhe atë ishin ul e këshëshën. Ose më që ishin video që janë mbledhën në kerr, edhe janë dalë me një gjëra, e kam pa aty që është gati një orë album edhe pengojnë ashtash. Yll kur krijon muzikë, a mendon më shumë për veten apo për pritshmëritë e tregut? Sa herë hin studio, sa herë jam hin studio, edhe kom thonë të bojna një këngë për çet pikë të najës ose gjithë ka shku për lesh, ai mohabet, sepse ka diçka të krijimi që është shumë hyjnor, edhe vrejet edhe publiku e vren që ç't këngë ke bu me nashtim me ksy më zor apo dën. Kështu që këngë më të mira janë këngë që s'ma kanë domosht kom shku edhe kom thonë hey hajde po bujna si këngë atë po bujna ç'është edhe bujna ç'është. Sa herë kom shku me buhet, kom bu. A ki raste kur fama të është bo bar? Është pjesë e marrëveshjes. Domethënë është pak fani se na kur jena tri edhe dojna me në muzikë edhe me dhez kena qaf kit me na njoft. Tani diqysh gjysa tjetër e karrierës na shkon ka pak të urujt. Unë nuk e shoh si barë. Diqysh kënaqshëm për reagimeve të njerëzve kur të shohin, thotë kam një alien për shohin apo dën, më thon op, ka dalë se ti njerëz dojnë, është gjithë një reminder kështu. Pse është barë? Diqysh barë është nëse ja bën vetës tepër big deal, edhe jeton ton kohën çfarë drite që jam i famshëm Je njëri tani je i famshëm se çfarë do të jetë. Pyetje personale dashuri. Dashuri? A je më shumë romantik apo realist në një lidhje? Kam qenë ma toksik, edhe nështë shpesh e kom bo për me provoku stata që me pas qa me shkru, qa me... Unë një edhe shëshnin tam që ka njerës që jënë te për të lumëtër, po ngojnë muzikë vajtu se është me shti vetën keq. Do në qashtë që aty gjejnë knasi edhe ngushlim. Tash po më nuna bu ma i shëndeshëm. Pak ma njëre. Qka të bën Yll Limani ty me rëndashni? S'ka, nëse e dën pse e dën dikën, se dën për një meq, ashtu më në jene. Dhe qysh ta hup topin edhe të merë. Sa e vështirë është me majt një lidhje kur je person publik? Është nështë sa një ma kompromisi ma i madhë që dosh me e bo. E bojna krejt, kush do që e shenë industri, edhe nëse është lidhje dhe nëse s'është, është tu e pagu një kost ose ajo është njëri. Do me thonë, për te i famës që ti ki edhe përgjithsive dhe punëve që ti dosh me i kry, ajo është njëri dhe lyp kohën e vetë, apo kuptan s'është... A të ka ndodhë mi shkru dikujt dhe ajo nuk e din? Po. Për du me kalzu një diçka, se zbona kërë që ka shpo tim fullirat, se i jarë zakanshme. Fullirat. U më qella. Unë e s'pas na po në këtë verzion as njerë. Kër e shkruj për shamull një kongë, edhe kam dikën kështë në mene, normalitikisht që ajo hinë varë qatë e dhe kër vjeni nati me ditë, po, kongën na i herë, kër e kom bo për dashurin ti me të parë, që kom menu që to u kry gjithë shka, kër s'ka jetë se u kry shkolla mesme, unë në fakultet tjetër, ajo në fakultet tjetër, whatever. Konga ka lind, mu ka duk si kur tribut edhe për melankolin dhe nostalgjin e historive shkollës mesme të mijat edhe të ketëve, po edhe për ta. Mas 10 vjetëve në shta, kër mbjanë mu taku rasisht, edhe përshëndetna, s'ka të mas ndjenja as diçka, edhe thash, hej, që shie mëra, je mirë, që shpo ka janë këmni që ke bu familje, bravo ti na knaqe, e tu përshëndet, tha, a bëmre tha me ta bu një pyetje, tha që atë kongën na herë, tha, jo na herë, mas, shumë vonë. Po mendoj, jo e ka një kongën si kongë, po e ka një herë. Tha, vesh që apo shef, tha me ditë, tha, hek ma bre, tha, si siklet, tha, hekëm, tha, që ajo kongën na herë, tha, që atë herë, tha, që u pa të bu luk, diçka si to, tha, për ty është, apo den, për ty ta shukon, tha, e nuk ke kështu që ka sentimentali shini të e bu ju me pjama. Amazing! Vesh ka, për mu, po, e vesh me ditë, tha, se gjitha më ka me ta pik, tha, zheni.
Po kështu në situatët e tjera nuk është Ma ai. shumë ti po m'pëlqen që i ke thonë po, për ty është kënga. Ama ke qaq let, qaq spat aty ngarkesë emocionale. Ngarkesë jo, po e disa dhurate bukur është që ti. Ama nuk një ka ashtu, histori bukur se ke. nuk ka çaj konotacion. Po, e Ke veç shohim a ka se çaj është. kong për mua, më mën. Veç te di. A den? Tash u për ty u kam. Oj, zot. Po vel morë dhe që e kalzova, e na live. O, më shumë qënë më rrë intervista live, më më shumë qënë më rrë intervista live. Ora edhe është una pat, përmendi prap. Shumë mira, ta o zamrën. Po nëse dhimbja vjen, mirë se vjen, vesh me kon me arë ma shpejt me Dashnin apo karriere, nëse do duhet ti të zgjidhje, qa kish bojulli? Dashnin, nëse e zëvendëson me fjalën familja, tham familja dhe karriera. Momentarisht karriera është primare, po pendjej me kalimin e kohës që gjithë e thojnë shtëpisë tamë se njerëz për atë çatë në fund është për vrej qatë nevojën për me pas një marrëdhënie që është konstante, që gjithçka tjetër lëviz për atë teje, po ajo është qatë edhe është siguri kështu në mes. E çka Edhe tut fëmijët- mas shumë ti lidhje? Fëmijët. Në familje kështu, kur të bëj fëmijë, e mënej tonë kuon, a inshallah ku me kon babi mirë. Se na djemt e kena gjithë një farë kësi. Ti Tu beson? rriti dojna baballar ton, tani ka pak ja nisëm i shojna se çka ke buti, çka s'ke bu për neve, tani dyshysh e kuptojna që un kanë Përgjithësi. a njerëz edhe E madhe. baba më thotë ti ke me gabu me fëmijët e tu, se ket gabojnë me fëmijët e vet. E çato e kam si bar. Kam qaf kur ti bëj edhe bonar të gjithë thom, kur ti bëj fëmijët, kur të lind gruaja jam, kam qaf të paktën 6 muaj, 7 muaj e parë më kanë çatë. A den të paktën kur janë nis truni më formu më manierën, më papë, den. Jo më bua se s'kam vakt, s'kam kohë të më shku atje, mos i ba. Unë jam qashtu, nëse s'ki kohë me najtë që aty të paktën ja 3 muaj, 4-5 muaj e parë. Pse me ban? A den fëmijët s'është rritën më vetë që shkanë thonë këtë në Arab, den hajtë se i këshy nana, jo, fëmis i vyn edhe baba, edhe nana kër i ka. A beson në dashnit përjetshme? Besojnë në dashni që është edhe toleruse, në kuptimin e mirë të fjalës, që zbesojnë këta që shitet që është mirë çdo ditë 24 orë, po një dashni ku të dytë rritën bashkë me njëri tjetrin edhe pjekën. Kemi me hyte një zonë ku përgjigjesh me vetëm njënin opcion. Unë t'i jap të dy opcionet. O Allah. Edhe u kry, kemi dalë 6 minuta prej Se programit. më ne kema ardhë? Yll Limani. Studio apo sken live? Qa? Studio apo skena live? Skena live. Bashkëpunim me artistë huaj apo me shqiptar? Qëtash du të huj. I Muzik, dua artistat shqiptar, ju dua shumë. muzik për ndjenja apo për klikime? Ndjenja. Tani ndjenjat klikohen. Ndjenja të klikushme. Za apo tekst? Dyja të bre qybe sa. Tekst, hajde tekst. Pasion apo pare? Pasioni tani ta bjem parën. Tradit familjare apo rrugë personale? Rrugë personale. Eksperiment apo stili njoftun? Stili njoftën. Romans apo miqësi? Romance. Skandale Miqësia. apo privatësi? Privatësi Maje. është e shenjtë. Po. Album tjetër apo hitë të reja të vetme? Hite. Për momentin se vesh më shashtris të qitë albume. Publik i madh apo skeni intime? Publik i madh, Turni ndërkombëtare apo koncert lokal? ndërkombëtare. Hit veror apo këngë dimri? O, ketë kanë më thonë pse s'ke thonë hit veror këngë dimri. Tekst i thjesht apo mesazh i thellë? Mesazh i thellë. Stil i ri apo vazhdimsi në karrierë? Steliri, çfarë pyetjet poshtra. A da? U knaqe kejti të i vo. Edhe që shpi fshina dhe kur të krim. Jo, opsionet i shënova, cilat opsionet i zgjidhe. Bo të najvar për llogaritën funda jo. Del rezultati që njeri e. S'ka ke mirë, po. E fundit, provokim apo mesazh i sigurt? Provokim! Në studio me ne Yll Limani! E, a u kretë u shto pyetje? Amazing!
Këng. A kredo çdo pyetje që Janë 1 dramatik. milion arsye pse dua yll, ti je si dritë dhe je smart. Inshallah. Nuk I bën pyetje se cilit mysafir. Inshallah e kënosh njerëz të na ngube, a e kënosh? Pash në një dimension tjetër yll. Pse? Po shumë Po mirë s'kemi fol asnjëherë kaq serioz për disa tema që ndoshta yllin kemi nevojë me njoft. Ti je smart, nuk je rastisht. Masa sa ka qef me të njoft, ka qef edhe mos me të njoft shumë. Dëshoj gjithë më avlon ka pak si pikë pyetje. Kështu që besoj që isha me masë. Ishe në kufit. Në kufi, po çeto. Vazhdo shkëlqeull. 2026 për ty qoftë I mbar e I mirë ndërkombëtarisht. Vesh me shëndet njëre lokal dhe ndërkombëtar, shëndetit dua ta kem, pastaj tani tjera le të vinë, se shëndeta është kryesor jam. Shumë faleminderit që na dhurove këngë kaq të mira, momente kaq të bukura. Na vazhdoj me këndu me za vetëm në kerr derisa na shterët zani. Apo, të barë. Kaq kishim për ditën e sotme. Të dua, faleminderit. Të duam edhe ne ty.